Shtëpia e Big Brother Kosova shpesh është një vend ku emocionet te kalojnë realitetin, ku çdo ngjarje e papritur mund të trondisë ndjenjat dhe të ndryshojë dinamikën e brendshme të shtëpisë. Këtë javë, një nga episodet më dramatike dhe shqetësuese lidhej me Albën, një nga banoret më të ndjeshme dhe të sinqerta, e cila përjetoi një shok emocional të jashtëzakonshëm kur në ambientin e shtëpisë u shfaq Stici, ish i dashuri i saj. Albën e kishte kapur papritur lajmi për hyrjen e Sticit në Big Brother Kosova. Ajo nuk e kishte pritur dhe reagimi i saj ishte instinktiv dhe i fuqishëm. Kur e kuptoi se ai po hynte brenda shtëpisë, zemra e saj filloi të rrahë me një ritëm të papërballueshëm. Trupi i saj u pushtua nga një ndjesie e papërshkrueshme, një kombinim trishtimi, gëzimi, frike dhe tensioni që e bëri të ndihej e pafuqishme. Pak momente më vonë, ndërsa Stici afrohej brenda, Alba nuk mund të kontrollonte më reagimin e saj. Ndjenjat e përziera dhe tronditja e fortë bën që ajo të humbiste ndjenjat dhe të binte e fikur në mes të shtëpisë. Banorët e tjerë u shokuan dhe reaguan menjëherë. Atmosfera u mbush me panik dhe shqetësim të thellë. Alba, je mirë? Thirrën disa nga banorët, duke u afruar për ta mbështetur dhe për ta ndihmuar të merrte frymë. Por ajo nuk reagonte. Trupi i saj ishte i papërballueshëm ndaj emocioneve. Dhe çdo lëvizje e saj tregonte se ajo ishte në gjendje të rënë. Stafi i Big Brother Kosova ndërhyri menjëherë, duke e mbledhur dhe duke e vendosur me kujdes në një shtrat të afërt. Ata kuptuan se situata ishte e jashtëzakonshme dhe kërkonte ndihmë mjekësore të menjëhershme. Pa humbur kohë, ata e çuan drejt spitalit amerikan, ku mjekët mund të vlerësonin gjendjen e saj. Banorët e shtëpisë mbetën të shokuar. Atmosfera ishte e mbushur me ankth, frikë dhe konfuzion. Nuk dijej ende si ishte gjendja e Albës, dhe kjo i bëri të gjithë të kuptonin se emocionet mund të jenë të fuqishme dhe ndikimi i tyre mbi trupin dhe mendjen mund të jetë dramatik. Stici, i cili e kishte kuptuar se hyrja e tij kishte shkaktuar këtë situatë, u ndjej i tronditur dhe i përgjegjshëm. Ai nuk kishte dashur kurrë që një takim i ri brenda shtëpisë të kishte pasoja kaq të rënda. Ai qëndroi larg, duke ndjerë tensionin dhe dhimbjen e momentit dhe duke pritur lajmin mbi gjendjen e Albës. Në këtë moment, gjithçka u bllokua. Banorët e tjerë filluan të diskutojnë mes tyre, disa me trishtim, disa me shqetësim dhe disa duke u përpjekur të kuptonin si do të ndikonin emocionet e Albës mbi marrëdhëniet dhe dinamikën e shtëpisë. Lajmi për gjendjen e saj u shpërnda mes tyre me kujdes, por paniku ishte i dukshëm, nuk dihet ende si është gjendja e saj, tha një banor i shqetësuar, duke e vënë theksin mbi seriozitetin e situatës. Atmosfera u mbush me heshtje dhe ankth, sepse çdo reagim mund të ishte i tepërt dhe mund të rritte tensionin. Ky episod tregoi fuqinë e emocioneve dhe ndikimin e tyre mbi trupin dhe mendjen e një personi. Alba përjetoi një shok të jashtëzakonshëm emocional, duke humbur kontrollin mbi trupin e saj, dhe situata tregoi qartë se Big Brother Kosova nuk është thjesht lojë strategjie, por një test i vërtet emocional dhe psikologjik. Në spitalin amerikan, mjekët filluan menjëherë të monitorojnë shenjat vitale dhe të bëjnë vlerësime për gjendjen e saj. Ndërkohë, banorët MB. Shtëpia e Big Brother Kosova shpesh shndërrohet në një skenë ku emocione të forta dhe ngjarje të paparashikuara krijojnë momente të paharrueshme. Këtë javë, një nga episodet më dramatike ka ndodhur për Albën, një nga banorët më të ndjeshme dhe të sinqerta të shtëpisë, kur në ambientin e Big Brother Kosova u shfaq Stici, ish i dashuri i saj, tashmë pjesëmarrës në Big Brother 4. Lajmi për hyrjen e tij nuk ishte i zakonshëm, ai ishte një personazh që kishte lënë gjurmë në jetën e saj dhe në zemrën e saj, dhe prania e tij në të njëjtin ambient krijoi një situatë të paparashikueshme emocionalisht. Alba, e cila nuk e kishte pritur kurrë një gjë të tillë, u përball me një tronditje të thellë. Ajo e njohu vetëm nga tatuazhet e njohura që Stici kishte përmendur në të kaluarën e tyre, një detaj i vogël, por i mjaftueshëm për ta bërë zemrën e saj të rrahë më shpejt. Për një moment, gjithçka ndjeu se po shpërbëhej. Ajri u bë më i rënd, dhimbja dhe emocioni u përzier me një ndjenjë frike dhe tronditjeje që nuk e kishte përjetuar më parë brenda shtëpisë. I bie të fiket kur kuptoi që po vjen i dashuri im, mendoi Alba, duke u përpjekur të mbante kontrollin e saj, por trupin nuk mund ta mashtrojë emocionet. Çdo gest, çdo hap i Sticit, çdo shikim i tij ishte shumë i njohur dhe njëkohësisht shumë i huaj. Kur Stici u afrua, ajo nuk mund të kontrollonte reagimin e saj. Zemra i rrite me një ritëm të çmendur, frymëmarrja u bë e shpejtë dhe bota rreth saj duket se kishte humbur konturet. Një ndjesi e pazakontë e dobësisë dhe e çuditshme pushtoi trupin e saj, duke e bërë të ndjehej se po binte pa ndjenja.
Banorët e tjerë u shokuan kur e pan Albën të rrëzohej dhe menjëherë reaguan duke e ndihmuar të ulej dhe ta mbështillnin me një batanie, duke e pyetur me shqetësim, Alba, je mirë? Çfarë ndodhi? Alba, e tronditur dhe e paqartë, nuk mund të përgjigjej menjëherë. Mendimi i vetëm që e mbante të bllokuar ishte Stici, i cili tani ndodhej përballë saj. Një person që kishte qenë pjesë e jetës së saj të kaluar dhe që papritur ishte rikthyer në një mënyrë kaq të papritur dhe të fuqishme, Stici. Ti? Tha ajo me zë të dridhur, duke i vënë emrin e tij në fjalë si një mantër për të rikuperuar vetdijen dhe qetësinë. Por trupi i saj ishte ende i pafuqishëm ndaj emocioneve të fuqishme që po përjetonte. Ky moment nuk ishte thjesht një takim i zakonshëm brenda shtëpisë. Ai ishte një kombinim i përjetimeve të së kaluarës, përzierjes së dashurisë së mëparshme, shkënjimit të mundshëm dhe shpresës për rikthim të ndjenjave. Për Alban, çdo detaj i Sticit, mënyra se si lëvizte, shikimi i tij, tatuazhet që e bënin të njohur, ishin shenjëzime të fuqishme që e çuan përtej çdo kontrolli emocional. Banorët e tjerë filluan të kuptonin se situata nuk ishte normale. Disa përpiqeshin të qetësonin Albën, disa vëzhgonin me kurreshtje dhe disa të tjerë filluan të analizojnë se si kjo përplasje emocionale do të ndikonte mbi dinamikën e shtëpisë dhe marrëdhëniet mes banorëve. Lajmi për prezencën e ish i dashurit të Albës u përhap si rrufeja brenda shtëpisë, duke rritur presionin dhe tensionin në çdo cep të saj. Nuk mund të besohet, mendoi Eliona, duke e vëzhguar situatën dhe duke ndjerë se dinamika e shtëpisë po ndryshonte për shkak të emocioneve të Albës. Kjo do të trondisë shumë marrëdhënie dhe do të ndikojë në mënyrën se si secili sillet brenda shtëpisë. Ndërkohë, Alba po përpiqej të rikuperonte vetdijen dhe të qetësohej. Ajo ndjeu një përzierje të thellë emocionesh, dashuri e mbetur pas, trishtim për të kaluarën, frikë nga reagimi i banorëve dhe dhimbje nga ndjenja e pasigurisë dhe pafuqisë. Të gjitha këto emocione u përplasën brenda saj në një rrjedhë të pakontrollueshme, duke e bërë atë të ndjejë e humbur dhe e paqëndrueshme. Si mund të ndodhë kjo tani? Pyeti veten, duke menduar se çdo gjest i saj, çdo shikim dhe çdo fjalë mund të interpretohej ndryshe nga të tjerët dhe të ndikonte në imazhin e saj dhe respektin e marrëdhënieve brenda shtëpisë. Në këtë moment, stafi i Big Brotherit dhe disa banorë që ishin më afër saj e ndihmuan që të rinte ulur dhe të merrte frym thellë. Ata e mbështetën emocionalisht dhe e ndihmuan të stabilizohej, duke i dhënë kohën e nevojshme për të rikuperuar mendjen dhe trupin e tronditur. Stici, nga ana tjetër, ishte i ndërgjegjshëm për ndikimin që prania e tij kishte mbi Albën. Ai kuptoi se rikthimi i tij papritur kishte shkaktuar një ndjenjë të thellë dhe të papërballueshme, dhe që çdo veprim apo fjalë e tij tani kishte rëndësi të jashtëzakonshme. Ai qëndroi larg, duke respektuar situatën dhe duke pritur që Alba të rikuperonte kontrollin mbi emocionet e saj. Banorët e tjerë e pan këtë moment si një ngjarje që do të ndikonte në të gjitha marrëdhëniet brenda shtëpisë. Ata kuptuan se emocionet dhe ndjenjat e forta mund të ndryshojnë dinamikën e shtëpisë dhe se çdo banor tani duhej të ishte i kujdesshëm për mënyrën se si ndërvepron me të tjerët. Ky episod tregon qartë se Big Brother Kosova nuk është thjesht lojë për sfida dhe eliminime. Ajo është një atestim i emocioneve, ndjenjave dhe marrëdhënieve njerëzore, ku çdo gjest dhe çdo fjalë ka rëndësi dhe mund të ndikojë në mënyrë dramatike mbi individët dhe grupin në tërësi. Për Albën, ky moment është një provë e forcës emocionale dhe e vetdijes për ndjenjat e veta. Ajo mëson se, edhe në një situatë ku emocionet janë të pakontrollueshme dhe trupi reagojnë automatikisht, është e rëndësishme të marrësh kohën për të reflektuar, për të rikuperuar qetësinë dhe për të vendosur një qëndrim të qartë. Në përfundim, hyrja e Sticit në Big Brother Kosova nuk është vetëm një episod dramatik, por një test i emocioneve, durimit dhe kontrollit mbi vetveten. Ai tregon se të kaluarat nuk largohen thjesht, por mund të kthehen në momente që tronditin thellë dhe rikthejnë ndjenja që mendonim se ishin të qeta, duke krijuar drama dhe reflektime që do të mbeten gjatë në shtëpinë e Big Brother Kosova.